Adriana Matoshi, deputete në Kuvendin e Kosovës dhe një nga figurat më të njohura të skenës artistike, ka bërë publike pasurinë e saj vjetore për vitin 2025. Ajo ka treguar se ka një vetur të tipit Fiat me vlerë 13.000 euro. Po ashtu prindërit e saj janë pronar të një shtëpie të ndërtuar në vitin 1990 me kursimet e babait. Vlera e kësaj është rreth 400.000 euro. Matoshi ka marrë një kredi në nëntor të vitit 2024 në shumën 15.800 euro për renovimin e shtëpisë. Në llogarinë bankare, ajo ka 8.809 euro të gatshme të mbledhura nga paga dhe kredia. Të ardhurat e saj për vitin 2024 kanë qenë 21.336 euro nga paga si deputete, 6.963 euro nga angazhimi si aktore dhe prezantuese në festivalin Fest 62 në RTS, 240 euro nga kompenzime shtesë nga Ministria e Financave. Ajo nuk ka prona në emrin e saj, aksione, kriptovaluta, donacione politike apo letra me vlerë. Përveç punës në Kuvend që nga marsi i vitit 2021, vazhdon të jetë aktive dhe në art e kulturë, duke ruajtur një lidhje të fortë me publikun në Kosovë dhe më gjerë.